Edhe prokuroria e Shkupit pas një procedure hetimore ka ngritur akt akuz ndaj dy personave nga ish udhëheqësia e ndërmarrjes publike higjiena komunale. Sipas organit akuzës, ish ushtrues detyre drejtor Sabahudin Rustemi dhe i akuzuari i dytë menaxheri mbeturinave në këtë ndërmarrje dyshohen se kanë kryer vepër penale si bashkëpunëtor. Rrezikimi i mjedisit dhe natyrës me mbeturina sipas neni 230 paragrafi 1 në lidhje me neni 22 të kodit penal. Siç thuhet në deklarat, hetimi tregoi se gjatë hetorit të këtij viti, dy të pandehurit duke mos mbikëqyrur mbledhjen, transportin dhe menaxhimin jo të duhur të mbeturinave mund të kishin shkaktuar dëme të konsiderueshme në cilësinë e tokës, ajrit ose ujit, rrezik për jetën ose shëndetin e njerëzve, ose shkatrimin e florës ose faunës në shkallë të gjerë. Prokuroria propozoi për ish drejtorin Rustemi zëvendësimin e paraburgimit me detyrim paraqitje, kurse të akuzuarit që akoma është i punësuar në higjienën komunale, suspendim nga puna derisa vazhdon procesi gjyqësor. Ги охрабрувам, бидејќи во неколку наврати има постапување од страна на финансовата полиција, но има и од другите органи кои што се надлежни за тоа. Јас не сум ниту вработен во тие институции, ниту сум раководител на тие институции, но стојам на располагање за се што треба заедно со сите служби на градот, заедно со јавните предпријатија, да ги даваме сите потребни документи за да истераат постапката до крај. Овој народ сака правда. И овој народ беше доведен во состојба да живее во депонија месеци наназад, допред да се промени локалната самоуправа во градот Скопје. Многумина во минатото говореа дека тоа е политички оркестрирано и организирано.